Qarku Shkodër është përfshirë nga një moti i përkeqësuar në 24 orët e fundit. Reshjet e Borës janë rikthyer duke bërë që këto ditë pranverën fillim të prillit të ngjajnë me ditët e dimrit. Në çapthore në aksin Shkodër-Theth ka një tërësi të borës deri në 10 cm. Për momentin, ai aks është i kalueshëm bëhet e ditur në njoftimin e emergjencave civile të prefekturës Qarkut Shkodër. Po ashtu, reshje bore ka dhe në aksin Tamar Vermosh Malcinë e Madhe. Në këto dy akse po punohet për të mbajtur të hapura rrugët për qarkullimin e automjeteve, ndërsa shoferët këshillohen që të kenë goma dimrore dhe të jenë të pajisur me zinxhir në rast se do të jetë e nevojshme. Ndërkohë, një turiste nga Çekia e cila është nisur nga qafa e Valbonës drejtim të Thethit në këmbë ka humbur kontaktet duke ngritur dyshime se mund të jetë rrëzuar gjatë ecjes, ndërsa ende nuk dihet nëse ka humbur apo jo jetën. Në Puk, po ashtu gjatë ditës ka patur reshje të ndërorore duke zbardhur qytetin, por edhe duke krijuar probleme në disa akse rurale atje. Patrullat e policisë bëhet e ditur se janë në terren ndërsa kërkohet nga kontraktori mirëmbajtjes së rrugës që bërpastruese të operojnë për pastrimin e aksit Puk Fusharrës Qafmali, që është përfshirë nga bora. Në bashkinë Fusharrës, tërësia e borës i kalon 10 cm në lartësinë mbi 700 metër, ndërsa edhe në atë bashki ka disa akse rrugore problematike si shkak i motit të përkeqësuar. Sa i përket rrugëve kryesore në Puk dhe Fusharrës, për momentin raportohet se janë të hapura, por edhe atje drejtuesit e automjeteve duhet të tregojnë të kujdesshëm dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme. Reshjet e borës dhe shiut në Qarkun Shkodër pritet që të vijojnë, ndaj qytetarët këshillohet të marrin masat e duhura në rast të lëvizin kryesisht në zonat malore. Nga ky moti i përkeqësuar janë përfshirë edhe qytetet dhe zonat e tjera malore të Shqipërisë.